ka përgjegjësitë e veta, për aq sa i takon. Përgjegjësitë tona janë, unë e kam shpjeguar edhe në televizion tjetër, që përgjegjësia jonë nëpërmjet inspektorit tonë është në momentin që bëhet furnizimi me ushqime, produkte ushqimore, ne si institucion kërkojmë fletën e analizave për çdo ushqim dhe nuk ka asnjë rast që të jenë pranuar ndonjë produkt ushqimor pa shoqëruar pa fletë analiza. Gjithsesi tentativat për unë ka një gjë, më intereson shumë, siç e thash fillim, gjendja shëndetësore e voglushve, më intereson patjetër gjendja edhe shpirtërore e prindërve të tyre, por nuk më intereson asgjë tjetër veç kësaj, që nuk lidhet me këtë rast, por lidhet me protagonizmin lokal, provincial të ndonjë palaço politik. Sa është numri i fëmijëve që frekuentojnë të kopërt dhe sa vlera tjetër që është dashur për sigurinë? Shiko, me gjithë respektin për ju, unë kam qenë vetë gazetar dhe ju dua shumë dhe ju respektoj shumë, por nuk mundet që kryetari i bashkisë tani të di se sa është vlera e tenderit, sepse ka dhe njësi prokurimi, ka edhe komision të vlerësimit të ofertave, unë nuk e di sa është vlera, unë di që procedura është e rregullt, nëse ka gjithë institucionet janë të mirëpritura që kontrollojnë procedurat, vinë të kontrollojnë procedurën. Ndërsa numri është mbi diku tek 60 e pak fëmijë në atë kopsht, në të gjitha grupet. Fatmirësisht kemi vetëm atë numër që ju e dini shumë mirë që sa është numri të pregurve dhe nuk kemi përhapje. Jemi në ditët e fundit të alertit. Besoj që nuk do të kemi raste tjera, megjithatë gjej dhe rastin për të përshëndetur edhe për të përgëzuar gatishmërinë e gjitha institucioneve, por veçanërisht një VKSH e Granshit që ka qenë në krye detyrës që nga minuti i parë deri sot. Ka një pretendim nga protestuesit që ka pasur presione për të mos dalë protestë sepse mund të mbasin vendin e punës. Si përgjigjeni kësaj? Të dalin një dhe ta thot tani, se thonë që na kanë bërë presion, po kush i ka bërë presion dhe kujt i ka bërë presion? Një. E dyta, kjo nuk është çështje, se prandaj dhe them që disa persona ose më saktë një i vetëm e ka tejkaluar shqetësimin qytetar dhe familjar. Pra, po shfrytëzon rastin e vet të fëmisë vet për të bërë politik. Unë nuk do doja kurrë në asnjë moment që të ndodhesha në këtë situatë dhe të bëja politik me fëmin tim dhe me rastin tim. Janë të tepërta komentet dhe janë pa vend komentet e tjera në lidhje me këtë pretendim. Askush nuk ka bërë presion, asnjë lloj intimidimi. Aty është një kopsht që i përmbledh të gjithë, qoftë punojësit që punojnë në shtet, në privat e gjithçka tjetër, nuk ka asnjëri asnjë pretendim të tillë të vërtetuar të faktuar. Informacioneve tjetër është 100 milion lekë për 2 vite. A është monitoruar situata deri më tani për zbatimin e kësaj kontrakte? Po patjetër monitorohet në mënyrë periodike nga institucioni dhe thash që nuk ka askush një tagër apo të jetë kaq i guximshëm sa të bëj manora tilla me këto histori, po çështja është që ne nuk mundet të shkojmë në përfundime pa pasur përfundimet e institucioneve përgjithëse. 17 raste nuk janë pak. Faleminderit. 17 raste nuk janë pak. Po. Po çfarë do të them unë sekretar bashkie tani? Jo, në 17 raste nuk janë pak, teksa edhe prindërit thonë që domethënë asnjë institucion nuk ka shkuar dhe për vërtetim. Një VKSH-ja, jo, unë ti nuk mundet që të marrësh për bazë disa thënie të një prindi, ndërkohë që këtu janë grupet e ISHP-s, grupet epidemiologjike që janë në terren dhe po merren me depistimin dhe me ndjekjen dhe me hetimin epidemiologjik të rastit. Është fakt, është këtu. Janë 17, janë 14, a është shumë, a është pak, ju lutem. Ne kemi në dorë këtë gjë si media që të mos jemi përçues të një agravimi